attaccare. Ollie e Benji, Ollie e Benji, Ollie e Benji, play together, Ollie e Benji, forever. Ollie un cannoniere, Benji un grande portiere, Ollie e Benji forever per sognare. Con molta decisione, quando inizia l'azione, sono pronti a difendere e attaccare. Tutti in area di rigore per segnare insieme un altro gol. Due amici, due campioni, un mondo di emozioni, con classe, grinta e volontà. Ollie e Benji forever. Due grandi calciatori nel gruppo dei migliori e ognuno sa che vincerà. Ollie e Benji forever. Ollie e Benji, play to. Kjo do t'jetë stërvitja e fundit që unë bëj me Roberton. Përkëzime, dje ke luajtur një ndeshje të shkëlqyer, Oli. Faleminderit, Roberto! Ndeshja e djeshme ishte e fundit këtu në Brazil. Jam I lumtur që fitova. Atëherë e vendose se në cilin kampionat do të luash vitin tjetër. Në të vërtetë, Skuadrat më të mëdha europiane kanë bërë oferta të shkëlqyera. Të propozojnë me të vërtet kontrata tepër interesante, djalë. Të mbetet vetëm të zgjedhësh. kjo më jep kënaqësi. Por të them të drejtën, më duhet më tepër kohë për ta menduar më me qetësi. Do të shkoj në Spanjë dhe do të dal vërdall nëpër Europë. Ide e shkëlqyer. Përpara se të nisem, dua të të falenderoj për gjithçka që më ke mësuar në këto vite, Roberto. Ishte kënaqësia ime. Pa çfat mor djalë. E ardhmja është e jotja. Finalja do të përcaktoj skuadrën numër 1 në Evropë. Në fush ndodhen edhe dy lojtarë japonez. I pari quhet Oliver Harton, që është një mesfushor me tipare tepër sulmuese. Ai ka luajtur në Brazil. Nga ana tjetër luan Benji Price, një lojtar I njohur I futbollit evropian. Sot do të jenë kundërshtar. Më vjen keq, të nuk do ta presësh. Tani do ta shohim këta. Më falni, zotri. Zotri. Tani do t'ulemi, ju lutem, lidhni ripin e sigurimit. Do ta vë më njerë. Isha në ëndër. Megjithatë, duke luajtur në Europë, me siguri që do takoj Benjin në ndonjë ndeshje. Ai është një portier I afirmuar. Do të jetë kënaqësia ime ta përqafoj sërish. Mezi po pres, jam shumë I emocionuar. Në Europë luhet futbolli më I bukur në botë. Kampionët më të afirmuar luajnë atje. Do të mësoj nga ata. Edhe unë dua të bëhem një lojtar me famë ndërkombëtare. Go si Mark Lenders. Ai përdor kremin e ri të rojës, goditja e tigrit. Atëherë do të jesh I pamposhtur. Jam shumë e lumtur që Marku është bërë I famshëm. Jam Pati, me kë po flas? Ç'kemi Pati? Oli, që ke ti? Po, sa po kam bërritur në Spanjë, Barcelonë. Je në Barcelonë? Kam vendosur të bëj një xhiro të mirë në botën e vjetër për ta parë si është. Oh, sa bukur, që nge me pushime në Europë. Dgjoj, më thuaj si jeni andej? Unë jam mirë, në shkollë nuk ka probleme. Brusi dhe të tjerët luajnë në kampionatin e të rinjve. Po tani çfarë tjetër mund të tregoj? Oh, sigurisht ka të reja të rëndësishme për Markun. E ka marrë një skuadër e rëndësishme italiane. Çfarë? Këtu në Japoni nuk flitet për gjë tjetër. Jemi të gjithë krenar për Mark Lenders.
Më falë nëse ju shqetësoj. Ajo atje mos është gjë agenti e futbollistëve më të mirë? Po, ajo është. Palsaj Mark Lendersi ka siguruar atë kontratën e sponsorizimit. Ajo është numri 1, nuk ka dyshim. Ka bërë një kryevepër me Lendersin. U tregua shumë e shkathët në mbylljen e transferimit të tij në kampionatin italian dhe tani do të fitojë ca para. Ishte vërtet me fat që takoi. Në futbollin modern, nëse nuk ke një agent të mirë, nuk mund të shkosh asgjë kundi. Mund të jesh edhe një kampion, por nëse nuk të vën re, je i destinuar të mbetesh i panjohur. Është e trishtueshme, po kështu funksionon. Në rastin e Lendersit, prokuroria e tij organizoi një sër ndeshjesh miqësore në Japoni që tani janë klubet më të mira në botë dhe rezultati është në sy të gjithëve. Arriti atë që deshi më në fund. Eja Mark, erdhi ora të shkojmë. Sot është dita jote e madhe. Jo të gjithë japin një konferencë për shtyp me tërë këta gazetar. Zonja Daisy, nuk i gjej dot fjalë të falenderoj për atë që keni bërë për mua. Në pak kohë karriera ime ka ndryshuar. Kam një kontratë me një skuadër me famë ndërkombëtare dhe kjo fal teje. Po çfarë thua? Ti nuk më detyrohesh fare. Gjithçka u arrit me anë të këmbënguljes dhe talentit tënd që u ke rënë në sy në Europë. Tani je thjesht duke mbledhur frytet e shumë viteve sakrificë. Me të vërtetë keni zonjë? Përkundrazi, nëse është dikush që ka përfituar diçka nga kjo situatë, ajo jam unë. Ishte falë ndihmës tënde që u përmirësova në cilësi në profesionin e prokurores. Tani jam administratore një shoqate të famshme në të gjithë botën futbollistike. Ç'do të bëjmë, do të ikim? Dakord. Nuk e di, Marku në Japoni ka marrë pjesë në kampionate të niveleve të larta, por në Itali luhet një tjetër futboll. Po, ashtu është. Skuadrat italiane janë shumë të njohura në praktikimin e një futbolli të ashpër dhe të kujdesshëm. Vërtet e ke edhe sot? Po, të gjithë dinë që repartet e organizuara më mirë në Itali janë mbrojtje. Kanë edhe portier të mirë. Motoja atyre, para se gjitha është të mos pasojnë, pastaj të sulmojnë. Vite më parë madje praktikonin tërheqjen. Porta atyre është e paprekshme, sikur të ishte e mbyllur me çelës. Ma bit fakti që Marku pas ka zgjedhur pikërisht një kampionat me një traditë mbrojtëse kaq të fortë. Në fakt edhe mua më duket çuditshme. Ja ku jam, po hyn. Para së gjithash, dua t'ju falenderoj për gjithë këtë pjesëmarrje në prezantimin e Mark Lenders, blerjes tonë të re. Tani po ja lë me gëzim fjalën kampionit. Duhet ketë shumë gjëra për të thënë mbi transferimin e tij në Itali. Edhe unë ju falenderoj që erdhët në këtë konferencë për shtyp. Është një moment shumë i rëndësishëm për mua dhe unë nuk dua të gaboj. Siç e dini të gjithë, kampionati italian është i vështirë, është shumë teknik dhe fizik. Dhe për këtë vendosa ta pranoj. Unë jam një sulmues dhe dua të tregoj të gjithëve që as futbollistët më të mëdhenj nuk do të arrijnë të më ndalojnë dot. Dhe kështu Marku pas ka arritur të firmos një kontratë me një skuadër italian, a? Edhe ti meriton një skuadër të rëndësishme. Jam e sigurt që shumë shpejt e gjithë bota do të njohë. Unë do të bëj tifoz lëk të çmendur për ty kudo që të shkosh. Je shumë e këndshme. Do të jesh e para që do ta marrësh vesh ku do luaj. Mirupafshim. Marku do të luajë në Itali. E po mirë, do t'i shkoj deri në fund. Ha? Sa bukur. Ajo fanellë është e mrekullueshme. Çfarë do të bësh djalosh? Do të vendosësh do hipësh apo jo? Po, sigurisht. Më kanë thënë që këtu është gjithçka e bukur. Faleminderit për komplimentin. Mund të më çosh në Camp Nou? Sigurisht, me shumë kënaqësi. Ajo është ndërtesa e famshme e familjes Gaudi. Por unë... Si thua? A shohim disa objekte antike tani, a? Në të vërtet dua të shkoj që të shoh stadiumin. Të kuptoj djalosh, të gjithë ata që vinë në Barcelona duan të shkojnë atje. Ja ku arritëm, përpara teje ndodhet stadiumi më i madh i futbollit në Europë. Të uroj një qëndrim të këndshëm në Barcelonë. Ditën e mirë. Stadiumi mitik i Camp Nou. Oh, çfarë? Nuk u besoj syve. Oliver Harton i Brankos është këtu? Më lejoni të shtrëngoj dorën i dashur Harton. Më në fund kam kënaqësinë dhe nderin t'ju njoh personalisht. Edhe këtu në Spanjë flitet shumë për ju. Do isha shumë i nderuar nëse do t'ju shoqëroja të vizitoni këtë stadium, siç mund ta dini është më i madh i Europës. Ju falenderoj zotëri, shkojmë. Keni përpara trofete katalanasve, përfshi dhe kupat e kampionëve.
Këtë vit kemi fituar kampionatin duke dominuar që nga fillimi, ishte një fitore e vërtet. Më falni, zotri. Pa më thoni. Mund të hy në fush për pak minuta? Jam shumë kurios ta shikoj nga afër. Po sigurisht që mund të bëni. Nga kjo anë, ju lutem. Nuk mund ta besoj. E pas edhe në ëndër. Nuk ka ta pasionuar mbas futbollit në botë që vjen për të vizituar Barcelonën dhe nuk do të shoh Camp Nou. Në këtë stadium të famshëm janë luajtur ndeshjet më legjendare. Ke harruar një gjë. Në këtë fushë luan i madhi Luis Berrique. Pinto eja këtu, të kisha thënë të mos më shqetësoja në punë. Ndalo tani mjaft e këtu. Topim! Do t'jetë kjo skuadra ime. Si that, mund ta përsërisni. Do të më pëlqente të luaja këtu, ha? Topi është miku yt më i mirë, ose humb. Mund ta di kush je? Jam Oliver Harton, por të gjithë më thrasin Oli. Kam pak që jam transferuar nga Brazili dhe dua të luaj shumë në këtë fushë. Tha që quhej Oliver Harton. Është kënaqësi që të njoh. Oli! Prit! Do të më japësh një autograf mbi top? Do autografin tim? E pas se çfarë bëre në fushë dhe ende nuk e besoj. Kampionët e gjuajnë topin ashtu, që sot do t'jem admirues i yt. Më bëhet shumë qefi. Janë të rrallë ata që mund të kenë një fans të zgjuar edhe simpatik. Si quhesh djalosh? Po, sigurisht që do ta them, Pinto. Ke një emër të bukur. Ja ku bë. Shumë faleminderit. Është vështirë të takosh lojtar të sjellshëm si ti, Oli. Ti gjithçka mbi skuadrat e futbollit, më pyet për çfarë të duash. E po, me që e kërkove me ngulm, kam edhe unë diçka për të të pyetur. Ti gjë ku stërvitet skuadra e qytetit? Sigurisht që e di këtë. Në fakt skuadra e parë është në turne. Ndeshjen tjetër e ka jashtë. Megjithatë mund të shohësh skuadrën të rinjve. Ja, po stërviten në atë fushën aty. Keni dëshirë të shikoni para se të largoheni? Me shumë kënaqësi. Shkojmë, çfarë po pret? Lëviz, të shoqëroj unë. Jepi, pasoje këtu, bukur. Edhe një. Pasoje. Çfarë mrekullie? Ka kaq shumë lojtar. Dhe të mendosh që sot nuk është skuadra e parë. Këta që sheh janë të gjithë lojtarë që marrin pjesë në kampionatin e të vegjëlve. Disiplina e saj është e hekur. Kush gabon paguan çmim të shtrenjtë. Futbolli është shumë i ndjekur në Spanjë. Të gjitha skuadrat duan të fitojnë. Asgjë nuk i lidh rastësisë. Andi është mirë, jepi ngriu. Dua të di se çfarë ndodhi Gonzales. Ai djalosh i guxoi të ndërhyj jashtë për njërit nga ne. E kisha paralajmëruar që nuk duhet ta egzageronte, por ata për të vënë dukjen nuk më dëgjuan. Si lojtar mi moshuar që jam u desh ta ndëshkoja. Kjo ishte e gjithë historia. Çfarë bëni voglusha? Doni të rini të shikoni zogjt? Nuk keni guxim të vazhdoni ndeshjen? Mund ta fillojmë kur të doni. Je të shmendur? Ata duan që ta pësojmë. Për fatin tuaj në skuadër nuk janë të gjithë lepuj. Të shajnë çfarë ditë bësh, provo të bësh një gol. Me kënaqësi! Ja u lum pendët aty. Ishte më e lehtë nga që mendoja. Jo, ki kujdes! Je një fillestar që nuk ja vlen fare.
Ata janë 3 lojtarë të skuadrës së parë. Njëri është Gonzales, tjetri Clementi, kurse tjetri Ardiles. Janë të dëmtuar, prandaj ndjekin një program të diferencuar. Duhen edhe disa ditë që të rikthehen përsëri në formë. Janë tepër të rëndësishëm për ne. E pra vajza, nuk po afrohet askush tjetër. As që mendoj fare, nuk kam dërmend që të lë futbollin prej dëmtimeve. Ata të treja tepër të rrezikshëm, kam frikë. Ju vjen keq nëse hy unë? Mos shko, Oli! Do të zbavitesh apo t'ju sfidoja? Po ti kush je, djalosh? Kush të futi këtu brenda ty? E futa unë, Gonzales. Kam kënaqësinë t'ju prezantoj Oliver Harton. Ai do të luajë me ne kampionatin ardhshëm. Do të luajë me ne? Serrano, të lutem, jepja pak këpucet e tua Olit vetëm për disa minuta. Sigurisht. Mos është Oliver Harton që luante tek Brankos. Vendet në skuadrën titullare janë shumë të kufizuara. Ky është një problem, po hyrja e njëri nga ne duhet të dalë jashtë. Do t'ju uroj mirëseardhje, por në mënyrën tonë. Këto nuk janë atletet e mia, por mësoj me të gjitha për të luajtur futboll. Duhet ta bëj. Nuk më njohin ende. Jam gati, mund të filloj. Nuk më trombin, do t'i përballoj siç di unë. U lodhëm duke të pritur, djalosh. Do të lëvizësh apo jo? Me kënaqësi. Do të pendoheni. Le të zbavitemi pak. Të shohim nëse je aqizoti sa të luash në skuadrën e parë me ne. Nëse të morën në Brazil një arsye do të ketë patur. Na trego se çfarë di të bësh. Kanë synime të këqija, por do t'ua shpërblej. Po futa mund, do ta rregulloj ashtu siç di vet. I kam mbyllur të gjithë hapësirat, por do t'ja dal. Po, Oli! Gabojmë apo ti kujton se po lua në Brazil? Harroje. E marrë të mira, Clementi po e markon nga afër. Me markimin e Clementit nuk ka se nga të shkoj. Është në limitet e rregullores dhe kështu lojtari kundërshtar nuk ka hapësirë manovrimi. I kapur në një shtrëngim. Kuraj, Oli, mund t'ja dalësh. Kujton se markimi i tij është efikas, ha? Nuk e dija i që unë mund të lirohem kur të dua. Atë djalë nuk e ndar dot as Clementi. A e pat se si e mbrojti topin? Nuk do që të dorëzohet, që nga kocke fort. Do marrë atë që meriton. Me kënaqësi. Pas ka hapësirë nga e djathta, po e shfrytëzoj. E shmangu, e dija që do ta bënte këtë. Nuk do të kalosh. Kujdes! Po çfarë po bën? Do të më thyej këmbën. Duhet të mësosh se çdo të thotë të luash me një mbrojtje që nuk të bën komplimenta. Nuk është e mundur. Si arriti ta bënte? Ma kaloi. Nuk kam parë kur një gjë të tillë në të gjithë karrierën time. Pas ka reflekse të frikshme. E marrë të mira. Nuk mund t'ja lejoj një fillestari të më shmangë në këtë mënyrë. Prisja diçka më tepër nga ti. O mos, përsëri! Do t'ik dëshira për t'u tallur. Marrë të mira çfarë grinte, por nuk më mjafton për të më ndalur. Do t'i tregoj se nuk jam këtu për të bërë turistin. Djema, a e patë se ç'bëri? Çfarë dersi, sa keq që ra? Ndoshta kam fajin atletet e mia. Mirë, tani do të lë edhe unë ty një kujtim të bukur. Cënimet e tua nuk më trombin, Gonzales. Po nuk tregoj kujdes ka për t'i thyer këmbën. Kujdes, Harton, është e rrezikshme. Kujdes, Oli! Mirë atëherë. Dashke lojë të fort, ha? O do të kap topin, o do të kap ty. Tani do ta shohësh. S'është e drejtë. O Perëndi, Çfarë lojtari? Çfarë kurajoje? As nuk pyeti për ndërhyrjen time. Të lumt, djalosh. Mos u ndal, Oli. Përfundoj aksionin. Çfarë? Nuk është e mundur, nuk më besohet. Ja dola! Ky është goli im i parë në Spanjë. Është një fenomen, i turpëroi. E dija që do t'ja dilte, e dija. Nuk u besoj dot syve. Megjithëse ju vërsulën aq keq arriti të shënoj. Ej, a je mirë? Po mirë jam, nuk kam asgjë. Mirë se erdhe në skuadrë, Oli. Gëzohem që të njoh. Gonzales,
A u binde tani për vlerat e Oliverit? Më duket një lojtar me talent të madh. Është një blerje shkëlqyer. Të faleminderit. Oli duhet më ndjekësh tek infermieria. Dua të të vizitoj menjëherë, se goditja që more ishte tepër e fortë. Mirë, atëherë shkojmë. Çfarë djali? Ai ka veshur bluzën numër 10 tek Brankos apo jo? Po, ashtu është. Ajo që nuk po kuptoj në të vërtetë është se pse duhet të blinin një lojtar tjetër. Ky djalë është me talent dhe këtë nuk mund ta kundërshtoj. Por në skuadrën e parë të gjithë pozicionet janë të zënë nga kampionët. Dhe gjithmonë arrim rezultate të rëndësishme. Pa dyshim që me një element të tillë Barcelona është përforcuar edhe më tepër. Oli mund të luajë në sulm së bashku me yllin ton brazilian. E keni menduar? Kush do të mund ta ndalë numrin 10 tonin? Barcelona do të jetë e pamposhtur, nuk ka dyshime.